Pronët e banorëve lokal në stanet e Shipkovicës kanë qenë pre e arinjve. Në pamje që arriti t'i sigurojë televizioni Koha, shihen dëmtimet e objekteve në këtë lokalitet, mbase për shkak se arinjt kishin qenë në kërkim të ushqimit. Varen dëmtimet të derve, dritareve dhe xhamave të thyera, por edhe njolla gjaku, me siguri pasi kafshët janë prerë nga xhamat. Nuk është kursyer asnjë objekt të stanet e Shipkovicës. Arinjt kishin bërë çmosje të gjejnë ushqime dhe nuk kanë kursyer as edhe orëndit e staneve. Rasti është alarmuar edhe tek autoritetet. Drejtori i Parkut Kombëtar Malishar Ebzal Elmazi ka njoftuar se me kolegun Milorad Andrieski ka realizuar monitorim të gjendjes faktike në terrenet e stanet e Shipkovicës pas raportimeve për dëmet e shkaktuara nga arinjt në pronat e banorëve lokal. Pasi janë evidentuar dëmet, janë zhvilluar takime me disa nga banorët dhe pronarët për të dëgjuar shqetësimet e tyre dhe për të koordinuar hapat e mëtejmë. Parku Kombëtar Malishar mbetet i përkushtuar për mbrojtjen e faunës së egër dhe për bashkëpunim të vazhdueshëm me komunitetin lokal në drejtim të parandalimit të rasteve të ngjashme, thot drejtori Ebzal Elmazi.